Kur unë vitin 93 kam pas vështërsi të jashtëzakonshme, në 94 ta krijoj strukturën e politikës shqiptare, në një fshat të madh të shqiptarëve në Shkup, këtë aktivistët e mi e kishin vështirë që të më takojë ditën, vetëm natën, se ishte terror i madh. Ishte shpifje e madhe. Ishte udhme e fuqishme që të etiketonte. Dhe unë ju bona një propozim e thash një mbrëmje, do më thëmë dikun me një orë, pa marrë parasysh a jam i mërse ardhën, apo jo, për shkak se ishte Arkani, ishte se Piraki, ishte se antifitar, ishte se është kundër muslimanit, janë etiketa shumë të vështira. Dhe i ka unë mbrëmje u futa... Bashkëpunëtori ati Slobodan Bogoevski, Pavle Trajanovit, i gjithve. Sa ata e kanë themelu PD-shën e kështu më radhë. Dhe unë u futa në dhomë, u dhash selam, s'ma murë selamin të kërë. Se isha i papranueshëm. Ishte dhe hoxha aty. Dhe unë hapa debatin për të binë njerëzit të nuk është të vërtet. S'jam as antimusliman, as. Dhe kaloj një kohë e gjatë dhe hoxha më tha, e din aktivistët, nëse ti e din, se unë njoh shumë mirë islamin, jo vetëm si filozofi, po dhe si rregull. Dhe nëse ti e din një dovë që unë do ta them, ta unë të bëmë për të shërë dhe kënë himnin kombëtar. Është kulja el kafiruna, është dove rranë shumë.